Ufologu Len Kasten, yllësia lira dhe historia e njerëzimit. Len Kasten tregon për një luftë të drakonianëve miliona vite më parë në sistemin planetar Lira, ku aty jetonin lirianët, paraardhësit e njeriut, dhe ku nga ata lindi historia e njerëzimit. Drakonianët janë reptilianë që jetojnë në yllësinë Draco, ndërsa humanoidët lirian jetonin në yllësinë Lira. Kur drakonianët shkuan, i gjetën lirianët të papërgatitur, dhe ata i shfarosën që të gjithë. Vëran 50 milion prej tyre, shkatëruan 3 planete të sistemit planetar Lira dhe i dëbuan që të gjithë. Shumë prej humanoidëve lirian u larguan prej andej, duke u shpërndarë nëpër galaktik. Disa gjetën planetet të tjerë përreth tyre dhe e filluan jetën nga e para. Të tjerë erdhën në sistemin ton diellor dhe u vendosën në 2 planete, Maldek, planeti i 4 në linjë, dhe në planetin Mars. Në atë kohë, planeti Tok ishte i mbuluar komplet me ujë dhe ishte i pabanueshëm. Humanoidët nga Lira jetuan për mijëra vjet në këto 2 planete, por më vonë erdhën sërish reptilianët dhe i gjetën. E kështu i shkatëruan edhe një herë. Planetin Maldek e shpërthyen dhe e thërmuan, ndërsa planetin Mars e shndërruan në një vend të pabanueshëm, me një armë të quajtur vdekja e zezë. Pra ashtu siç kishin bërë kur shkatëruan 3 planetet e sistemit Lira, mijëra vite më parë. Duke shkatëruar atmosferën e Marsit, humanoidët nga Lira, ata që mbijetuan, u detyruan që të jetonin në tokën e Marsit për vite me radhë. Reptilianët ndërkohë erdhën në tokë dhe duke filluar që të shpërbëjnë një pjesë të madhe të ujrave, u munduan që të popullonin tokën. U deshko, derisa hoqën një pjesë të madhe të ujrave dhe dollën 2 kontinente, Lemuria dhe Atlantida. Pastaj ata krijuan një hënë artificiale për të kontrolluar baticat dhe zbaticat e ujrave, duke filluar kështu që të jetonin me qetësi në planetin Tokë. Këtu ata sollën kafshët, speciet, insektet, madje edhe dinosaurët, të cilët i rrisnin për t'i ngrënë. Sipas Carsen, për t'i prur përdorën një teknologji të quajtur spacefaring, dhe kjo ndodhi miliona vite më parë. Por vite më vonë, Federata e Galaktikës vendosi të ndërhynte dhe dërgoi humanoid, që dikur ishin me origjinë nga Lira. Tashmë ishin shumë të fortë dhe tepër të zhvilluar. Këta, pasi mbritën në tokë, luftuan kundër reptilianëve dhe pati një përleshje me armë të rënda, ku pjesë të këtyre mbetjeve janë zbuluar nga studiues kohët e fundit. Dhe pasi sollën në tokë humanoidët që jetonin në tokën e Marsit, detyruan reptilianët të strukeshin në thellësitë të tokës, apo të tjerë të iknin nëpër galaksi, që atëherë të 2 speciet vazhdojnë që të kontrollojnë njerëzit e planetin Tokë. Do t'ju lutesha, kush nuk e ka bërë ende, bëjini like faqes dhe videos dhe lini komentin tuaj. Ju faleminderit për mbështetjen. Len Carsen është një studiues dhe autor i disa librave. Ndër vite, ai ka mbledhur të dhëna në përfiset e kontinenteve dhe njerëz që thonë që janë në kontakte me forma të tjera jete, si për shembull një alien i quajtur Bakt, që u shërua nga një shaman i Indisë Amerikës, i cili tregoi një pjesë të historisë të këtij planeti dhe sekrete të universit.